qeveria hyn në një fazë të re riformatimi, me disa lëvizje të rëndësishme në nivelet më të larta drejtuese. Në përmbyllje të një mbledhjeje të gjatë mes kabinetit dhe grupit parlamentar socialist, kryeministri shpalli një paketë ndryshimesh që synojnë, sipas tij, rritjen e efikasitetit dhe forcimin e drejtimit politik në sektor strategjik. Një nga vendimet më të spikatura lidhet me largimin nga posti të Belinda Balluku. Drejtimi i zëvendës kryeministrisë i është besuar Albana Koçiu, e cila deri tani mbante përgjegjësinë e Ministrisë së Brendshme. Ndërkohë, drejtimi i infrastrukturës dhe energjisë i kalon Enea Karakaçi, i njohur për eksperiencën e tij në menaxhimin e sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, duke ardhur nga një rol teknik drejt një pozicioni politik. Edhe diplomacia pëson ndryshim kursi. Elisa Spiropali largohet nga qeveria për t'u rikthyer vetëm rolit të deputetes, ndërsa përfaqësimi i jashtëm i vendit do t'i besohet Ferit Hoxha, aktualisht ambasador pranë Bashkimit Evropian. Në Ministrinë e Brendshme emërohet Besfort Lamallari, një figurë me përvojë të gjatë në këtë institucion, ndërsa posti i ministrit të drejtësisë i kalon Toni Gogu. Për marrëdhëniet me parlamentin, është përzgjedhur deputetja Erjona Ismaili. Ndryshime ka edhe në fushën e sigurisë kombëtare. Piro Vengu largohet nga detyra e ministrit të mbrojtjes, ndërsa vendin e tij do ta marrë Ermal Nufi, i cili ka shërbyer më herët në strukturat e kryeministrisë. Të gjitha këto lëvizje pritet të ndjekin procedurën kushtetuese. Fillimisht dekretimin nga presidenti i Republikës dhe më pas miratimin me votë në kuvend. Vetëm pas betimit zyrtar, ministrat e rinj do të marrin detyrat përkatëse, duke shënuar kështu nisjen e një etape të re për kabinetin qeveritar.